Veriu dhe juglindja e vendit janë përfshirë nga rreshje intensive të borës, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Rreshjet kanë nisur në orët e para të mëngjesit pas rënies së ndjeshme të temperaturave deri në -3 gradë Celsius. Trashësia e borës varion nga 5 deri në 10 cm, por e shoqëruar me erë ka krijuar shtresa akulli dhe ngritës në rrugë. Rruga e kombit po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm dhe po trajtohet me krip në të gjithë gjatësinë e saj. Aktualisht nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit të mjeteve. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se rreshje bore ka pasur edhe në segmentet Bajram Curri Valbon, Ura Buja në Qafmorin, Qaf Bualli Peshkopi, Peshkopi Maqellar, Hani Hoti Dogana, Vermonsh, Kukës Shishtavec, Kukës Bushtric, Bajram Curri Valbon, Puk Fusharës, Bogthe dhe Qafmali Fushdukagjin. Po ashtu, rreshje bore janë raportuar edhe në rajonin qendror, konkretisht në zonën e Surrelit, Qaf Prisk, në Qafmoll, në Elbasan Gjinar, si dhe në Ib Kërrab Elbasan. Bora ka përfshirë edhe jugun, konkretisht në Llogara, në Qafthan, Korç Voskopoj, Boboshtic Dardh, Korç Ersek dhe Ersek Leskovik, ku gjatë natës, por edhe në orët e para të mëngjesit, janë regjistruar rreshje bore duke krijuar vështirësi në qarkullim. Kontraktorët me mjete dhe punëtorja në terren pa ndërprerje për 24 orë duke bërë pastrimin e akseve rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar i bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të shmangin lëvizjet jo të domosdoshme me automjetet personale për të garantuar sigurinë e të gjithëve dhe për të lehtësuar punën e ekipeve të mirëmbajtjes së rrugëve. Përdorimi i gomave dimërore është i detyrueshëm për automjetet që qarkullojnë në zonat malore apo ku është njoftuar për prezencë dëbore dhe ngricash në rrugë.